Me ditani tani në Kosovë, parlamenti atje miratoi sot një rezolut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, me të cilën njëkohësisht autorizohet qeveria e Kosovës që të udhëheqë procesin e arshëm të bisedimeve me Serbinë. Rezoluta që mori 68 vota u kundërshtua nga lëvizja vetëvendosje e cila e cilëson atë si dokument të nënshtrimit ndaj Serbisë. Punimet e sotme të parlamentit filluan me vonesë për shkak të reagimeve që nxiti prania e shtuar e forcave të rendit në mjediset e tij. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë Besim Abazi. Parlamenti i Kosovës miratoi me shumicë votash një rezolut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Me 68 vota për, rezoluta u miratua në përfundim të një debati mes 4 orësh. Dokumenti që është hartuar nga Partia Demokratike e Kosovës u miratua me disa ndryshime dhe pas një diskutimi të rrept. Përfaqësues të qeverisë thanë se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë është parakush për integrimet evropiane të Kosovës, ndërsa u zotuan se me Beogradin nuk do të bisedohet për çështjet e brendshme apo ndonjë status të veçantë për veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe ku nuk njihen dhe nuk pranohen institucionet e Prishtinës. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se pavarësia nuk është e vetë mjaftueshme dhe normalizimi i fqinësi e mirë është kush për integrim në NATO dhe Bashkim Evropian. Kosova është e pavarur, sovrane dhe pikë, një herë për gjithmonë. Çdo kush që hap dilema i ka të pa justifikueshme, të pa qëndrueshme. Dhe Kosova sovrane nuk është dilemë, është realitet, është subjektivitet ndërkombëtar. Është vullneti qytetarët të Kosovës, është edhe vullneti dhe mbështetja e botës demokratike. Rezoluta u kundërshtua nga lëvizja vetëvendosje, e cila e sheh atë si të dëmshme për interesat e Kosovës, madje rezolutë të nënshtrimin ndaj Serbisë. Kryetari i kësaj lëvizje, Albin Kurti, tha se është e pakuptim që Serbia të mos kushtohet në procesin e normalizimit të marrëdhënieve. Ai tha se Serbia do duhej fillimisht të kërkonte falje për atë çfarë ka ndodhur në Kosovë. Dhe kur Serbia do të kërkonte falje, kjo do të thoshte që ajo e pranon fajin dhe i hapet rruga dëmshpërblimeve dhe zhdëmtimit. Kur Serbia kërkon falje dhe e pranon fajin, atëherë ajo tashmë është në gjyq dhe kjo është një gjë shumë e mirë, e jo sikurse tash ku ajo neve na hedh në gjyq në GND e ne gëzuam se shpëtuam pe gjyqit të Serbisë. Prandaj, normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë, pa kushte për Serbinë, ja fal Serbisë krimet pa na kërku falje ajo. Ne jemi për të kundërtën, që Serbia të na kërkoj falje, por pa thënë se do t'ja falim asaj, ndërkohë që ju po ja falni pa na kërku falje. Po sot kryeministri i Serbisë Ivica Dačić tha në Beograd se qeveria e tij ka vendosur në favor të vazhdimit të bisedimeve dhe është e gatshme për fillimin e tyre. Çështja e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është pjesë e kushtëzimeve që janë bërë të dyja palëve për përfshirjen në procesin e integrimeve evropiane. Serbisë është kurzuar data e fillimit të negociatave për antarësim, ndërsa Kosovës ajo e fillimit të negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Me rezolutën e sotme në parlament, qeveria e Kosovës autorizohet të udhëheqë procesin e ardhshëm të bisedimeve me Serbinë. Punimet e sotme të parlamentit filluan me vonesë për shkak të pranisë së pjesëtarëve të policisë së Kosovës në mjediset e tij. Kryetari i parlamentit Jakub Krasniqi tha se vendi nuk ka nevojë për dhunë policore, as forcët as shtet policor. Ky vend ka nevojë për drejtësi. Dhe drejtësi nuk e bën Bajram Rexhepi, që don mi burgos edhe presidentin, edhe kryetarin e parlamentit edhe krejt. Kush ja dha drejt? Mos i përdorin ata djem dhe vajza për interesa private të askujt. Një minister nuk mund t'i urdhënon asnjë polis të hynë kuvendin e Kosovës. Kjo dihet. Një ditë më parë, veprimtarët e lëvizjes vetëvendosje u përleshën me policinë gjatë një proteste kundër privatizimit të rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Ministri i Brendshëm Bajram Rexhepi tha se ai kishte urdhëruar ndërhyrjen e policisë, ndërsa sot nuk janë dhënë sërime për praninë e saj në mjediset e parlamentit. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.